Policia e Kosovës ka njoftuar se një serb dyshohet se është plagosur në zonën e Leposaviqit dhe më pas është rrëmbyer nga gjandarmëria serbe. Bazuar në informacionet e para të policisë, vendi i ngjarjes ku raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës siç quhet .0. Në afërsi të zonës së Leposaviqit, në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Ku për këtë, policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për brezin kufitar. Policia e Kosovës, Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, ka ndërmarrë veprimet e saj hetimore duke intervistuar dëshmitar të rastit, përmes të cilëve janë siguruar informacione se disa persona të maskuar kishin hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, duke e plagosur dhe rrëmbyer viktimën, të cilët pastaj e kishin dërguar në territorin e Serbisë, ku sipas dëshmitarëve me një autoambulancë e kanë dërguar në drejtim të qytetit të Nishit në Serbi.